Porti i Shëngjinit në Lezhë pritet të përfshihet në 10 porte më të mëdha në MSD, pas një investimi që do të marrë jetë në fillim të vitit 2014. Drejtori i portit të Shëngjinit thotë se projekti që parashikon zgjerimin e kalatës dhe thellimin e basenit për të bërë të mundur hyrjen e tragedeve nga Italia, do të shndërrojë këtë port në një prej burimeve më të mëdha për zhvillimin e të gjithë zonës së Veriut. Dhe jemi në tratativa me kompani shumë serioze për ardhen e tragedeve nga Italia, të cilën do të bëjnë mujton që më në fund edhe zona e Veriut të ketë portën hyrëse të veten. Të ardhmë e Port Shëngjinit është një port totalisht për peshkim dhe për turizëm. Është një pikë shumë mirë e Europort 2013. Është një projekt i përmasave shumë mëdha. Është një projekt shumë ambicioz i cili realitet në rreth në 10 portet më të mëdha në MSD. Do të ketë një afik përpunues edhe 60 milion tonë në vit. Një shumë dhe që do fusin në kasat e shtetit rreth parashikohet kur të hyjnë në funksion rreth $200 milion. Ka 5 vende për anijet të pesimit tonëshe, është i përbërë nga 9 kalata dhe bën përpunimin dhe të gjithë llojeve të madhave. Porti i ri i Shëngjinit do të shtrihet deri në afërsitë të rrërës së hedhur, por ndërkohë do të krijojë dhe lidhje të reja me rrugën e Kombit dhe superstradën drejt Shkodrës nëpërmjet 2 tuneleve. Ky projekt synon që të tërheqë shkëmbimin e mallrave të rajonit me Evropën Perëndimore, si dhe do të ketë impakt të ndjeshëm në ekonominë e vendit.